Sot në promovimin e librit të zonjës së palodhur Amina Nuraj me titullin Unë bia e dheut, ju uroj mirëseardhjen në bashkimin Rënjët Tona. Është kënaqësi ta dëgjosh nga një zonjë fisnike që ka luftuar për ruajtjen e identitetit dhe gjuhës shqipe. Sado që është përballur me sakrifica të shumta, ajo nuk është ndalur. I ka mbrojtur rrënjët tona kryesore, e ka ndier shpirtin e saj në ndjenjen humane të shqipes. Ja si thot ajo, plot u shitën, unë jo. Për që ata që s'më dojnë, jam e drejt e dashuruar me flamurin e kombit tem. Sulhatna në 2 karika. Jam kjo që jam, për që ata i pengoj. Nuk kam pasur shumë, por ata që kam pas, e kam dhënë kombit dhe shpirt me zemër, ata kanë marrë vetëm me xhepin e vetë për të siguruar stërnipat e mbesat. E vërteta ka me dalë në dritë, unë ka me dalë faqebardh. E ata shpirtëzinj që kanë rejt e kanë marrë pare, kanë me përfundu në burg, ose të shkatrum. Më falni për dialektin se unë s'jam nga Kosova ose nga Presheva, jam vlonjate sa për djeni, jam shqiptare, po nga Vlora. Edhe sot që jam këtu, përfaqësoj poetët dhe shkrimtarët vlonjat, që më ndihmuan me mbledhjen e librave, këtë e them jashtë këtyre që shkruaj, se për Aminën ka shumë gjëra për të thënë, unë e ndjek në Facebook. Nëse pemën e kemi mbjellë në bahçën tonë dhe rrënjët e saj boshtore zgjatën deri tek gjitoni, atëherë ai do t'i pres ato dhe pema do të filloj të thahet. Kështu që edhe rrënjët tona të pemës qëndroj ende pa u bashkuar. Gjitonët në mënyrat e tyre të mundshme munden ta thajnë atë. Prandaj Akademia Rrënjët Tona me nismën e kësaj duke shpërndar librat në trojet tona të Sanxhakut, nuk shpërndan vetëm dije, por bashkon kombin, trojet tona. Të njëjtën gjë bën edhe zonja Amina me forcën e fjalës, prandaj zonjë nderuar, e gjithë Shqipëria është me ju, ne ju admirojmë për atë që ju bëni. Zonja Nuraj këtë e kuptova në thirrjen që u bëra poeteve dhe shkrimtarëve të Vlorës për të mbledhur libra për bibliotekën e re të Sanxhakut. Ata u treguan të gatshëm dhe më përkrahen në nismën tonë duke dhuruar libra dhe ju uruar juve suksese. Sa afërmi ne do të vim përsëri për të prur librat e bibliotekat e reja të Sanxhakut. Sot është kënaqësi që zonjën me këtë emër të bukur Amina Nuraj e kemi midis nesh. Për mos të zgjatur, më shumë i uroj suksese për gjithçka që bën. Gjithashtu, udhëtim të mbar librit Unë bia e dheut. Ne jemi dhe do të jemi gjithmonë me ju zonjë nderuar. Faleminderit.